Ja ku jemi në studio, është pjesa e tretë dhe fundit e vilës për sot. Sikundur unë e përmenda, do të flasim sot për reumatizmën, por jo vetëm si sëmundje, por edhe për faktin se si ajo mund të ndihmohet disa këshilla të vlefshme me anë të bimëve mjekësore. Po flisja me profesor zotin Sazan Çeliku, që është doktor i shkencave farmaceutike, për këtë sëmundje, derisa ne filluam, dhe po më thoshte që është një sëmundje që në fakt nuk ka shërim, por ne mund ta ndihmojmë përmes bimëve mjekësore në mënyrë që të lehtësojmë dhimbjet apo ta kurojmë në një farë mënyre për ta përmirësuar si sëmundje. Profesor Sazan, mirë se erdhët në studio. Mirë se rierdhët, në fakt është era e dytë që ju vini në vilën tonë, për dhënë këshilla të vlefshme, nuk e njohim të gjithë mjekësinë bimore apo bimët mjekësore për të na ardhur ato në ndihmë të disa sëmundjeve tona, por përmes jush do marrim këshilla të vlefshme sot për reumatizmën. Tani, për të folur për reumatizmin, është një sëmundje pa aq e vjetër sa që është dhe njeriu mbi tokë, dhe është një sëmundje që fatkeqësisht deri më tani nuk ka ende një përgjigje të saktë shkencore shteruse që themi të karakterit që të ketë mjete për ta mjekuar. E gjithë terapia sot, e qoftë ajo që quhet terapia moderne, me mjetet më të reja të mjekimit, gjithmonë synon për ta përmirësuar, për ta ulur, për ta zgjatur dhe për të mos e bërë problem për jetën normale të njerëzve. Reumatizma ka disa shfaqje karakteristike dhe është një sëmundje që synon zakonisht kockat. Ka dhe një shprehje që profesorët tanë e kanë thënë për leksione që lëpin kockat për kafshon zemrën, por... Shkak se ka dhimbje shumë dhe të vazhdueshme. Ka dhimbje dhe ka dhe shkatrim të indit kockor, po sidomos të kërceve në fillim. Fenomenet që e çojnë reumatizëm janë ende të pashpjeguara, po mund të jenë fenomene traumatik, mund të jenë fenomene infeksioz, pra infektime, mund të jenë karakter kimik, mund të jenë karakter mënyrës jetesës, etj. Por reumatizma në vetvete ka një shfaqje që janë dhimbjet, janë ëndjat, janë skuqje, që do të thotë të gjymtyrëve, zakonisht të gjymtyrë të kyçeve, që do të thotë ka filluar shkatrimi i kërcit, shkatrimi më të ishëm e ti son në shkatrimin e kockave. Reumatizma, tham ka këto 4 shenja, do më thënë në mjekësi i quajmë rubor, dolor, kalor, tumor, që janë ëndja, dhimbja, skuqja dhe ndjenja e temperaturës. Temperatura është në fazën e më të agravuar të sëmundjes? Në fazën më të, do më kur fillon fazat sëmundja të bëhet më problematike. Zakonisht shfaqet në moshat të rritura, më shumë, ka dhe në moshat të reja, prek më shumë femrat. Pse i prek më shumë femrat? Është natyrë e pashpjeguar, ndoshta mënyra jetesës së femrave, ndoshta shumë problemet të tjera, mënyra e funksionimit organizmit të femrës, proceset hormonale, etj. Por ende nuk ka një përcaktim të saktë. Zakonisht, tek femrat është 3 herë më shumë se te meshkujt, si përqindje. Dhe për trajtimin e saj ka me mira metoda mjekimi dhe pothuajse me kaq shumë mjete për ta trajtuar. Trajtimi është shumë valent në shumë drejtime, por ajo që theksohet më shumë në trajtimin e reumatizmit është që të ndalohet procesi, të përmirësohen këto 4 shenja që janë karakteristike të saj, dhe njëkohësisht të shkohet deri sa më afër përmirësimit të mundshëm të këtij dëmtimi. Po një shërim total nuk ka? Shërim total praktikisht nuk ka, por me mjekime të kujdesshme, qoftë me bim apo qoftë me preparate farmaceutike, të smurët me reumatizëm mund të qetësohen mjaft mirë dhe të bëjnë jetën e tyre normale. Pra, në gjithë mjekimet tentojnë jo vetëm ta përmirësojnë, po të rrishin atë që quhet cilësia e jetës në trajtim.
Kam ardhur për të flasë, për të folur për disa gjëra. Po, për disa bimë në fakt. Për disa gjëra që e lidhen me bimët, dhe e veçanta ajo që dua unë të shpreh duhet të theksoj, nuk kam ardhur të flas për metodat që janë pafund, të cilët unë i respektoj dhe nuk kam ardhur që t'i kundërshtoj, por gjithsesi unë kam ardhur që të flas për disa bimë mjekësore, të cilët sot janë tashmë të studiuara shkencërisht. Për këto është krijuar një evidencë mjekësore dhe për këto flitet me siguri që kanë një veprim mjaft pozitiv. Dhe kanë dhënë rezultate në njerëz që janë. Pra është krijuar një evidencë. Dallimi midis mjekësisë moderne dhe mjekësisë empirike është se mjekësia moderne shkon mbi bazën e një evidence të krijuar. Dhe kjo evidencë së ndërtohet në praktikë. Ndërsa mjekësia empirike është një mjekësi, ose e quhet popullore, është një mjekësi që unë e provova, bëri mirë, provoj edhe ti, e tjera, dhe shkon... E kuptoj, po kjo të pak të nuk ka efekte anësore, si që mund të ketë mjekësia tjetër, apo në këtë mjekësin popullore, ka bimë mjekësore që mund të zëndësoj njëra tjetërën? Pra mund të bëhet zëndësimi, zbën mirë kjo zëndësohet me këtë bimën tjetër? Ka bimë, po lidhur me atë që ju thatë që nuk ka efekte anësore, duhet të kemi, sepse në kuptimin tonë si ekspert, si specialist, efekti anësor nuk është një diçka e keqe, duhet më njanuar. Një keqe, po nuk është diçka e keqe, sepse në qoftë se një mjet, një medikament, një bimë mjekësore, ka një efekt farmakologjik, pa tjetër që ka dhe një efekt anësor. Nuk ka mjetet të tilla të cilët bëjnë vetëm mirë, po nuk kanë efekte anësore. Çështja qëndron se sa jemi në gjendje që këtë efektin anësor ta minimizojmë, ta eliminojmë me mënyra ose me metoda të tjera. Kështu që është koncept i gabuar. Të themi që është më i sigurt mjekësia popullore. Nuk po flas për sigurinë. Efekti anësor tregon që bari vepron. Vepron. Dhe ky është ajo gjë që provohet shkencërisht në praktikë mjekësore. Në qoftë se do flasim në anën historike të gjërave të trajtimit të reumatizmës ose të përdhesit, si quhet sëmundja në shqip, njeriu ka krijuar mënyra mjekimi që nga bimët mjekësore, vajrat esenciar, terapin me bimë të veçanta, me banjo, me banjo të lagështa, me banjo të thata, e tjera për të përballuar këtë sëmundje kaq të vështirë. Ndërsa me bimët, ato që janë më të mjekuara, shkencërisht, nga bimët që rriten në vendin tonë, është bima hithrës, për shembull. Hithra është një bimë që gjendet rëndom, e cila ka një përdorim edhe nga mjekësia popullore e vendit tonë për këtë lloj sëmundjesh, por mjekësia jonë tradicionale përdor hithrën të njom, duke rahur për të hequr atë pjesën me gjethet e hithrës, duke rahur kyçin ose vendin e sëmur, duke e goditur. Duhet të dini që hithra në gjethe në krahun e poshtëm ka disa ampula. I shohim në ekran këto pjesët që janë të vogla. Ka disa ampula, nuk duke në gjethe me sy të lirë, duhet zmadhuar shumë, të cilët duke u marrë kontakt me organizmin e njeriut, në ato ampula gjendet histamin, që është një ndërmjetës që vepron jashtëzakonisht shumë në organizmin, edhe acid formik dhe disa lëndë të tjera, të cilët me atë efektin djegës që japin, shtojnë përmirësimin e gjakut lokalisht dhe ulin dhimbjen dhe luftojnë inflamacionin. E kuptoj. Vetëm në këtë mënyrë, po në gatim për shkak. Ndërsa ajo që është shkencore e provuar, është provuar marrë ekstraktet të hithrës, sipas Komisionit e Gjerman, që është institucioni MNZ në rang europian edhe në rang botëror, i cili jep rekomandime për bimet mjekësore për të përdorur në sëmundje të veçanta, të bazuara shkencërisht, e rekomandon gjethen e hithrës të thatë, majat e gjethes hithrës të thatë, në nivelin 8 deri në 12 gram, për 3 herë në ditë, për të mjekuar reumatizmin ose artritin reumatoid. Ose ekuivalenti saj me 50 gram maja të hithrës të njoma, të cilat merren 3 herë në ditë. Njëkohësisht, përvalesa, lëngu që krijohet nga zjerja e hithrës, është një
një çaj, një përvales shumë e mirë, e cila mund të merret duke hedhur paraprakisht disa pika me livon, për të ndryshuar për ata që kanë problem shihen, për problem shihen, dhe bëhet një pije jashtëzakonisht e shijshme, dhe është një mjekim jashtëzakonisht komod. Zakonisht në studimet e mëdha që janë bërë, janë bërë studime me prova dyfishe qore, në të cilët është për bazë studim kokë më kokë hithra dhe diklofenaku ose voltareni, dhe është parë që terapia me hitër është ekuivalente me terapin me këtë barë jashtëzakonisht të mirë, i cili ka kohë që përdoret në praktikën mjekësore. Pra, në tërësi, themi se është i parezikshëm hithra, ka më pak efekte anësore, sepse është njëkohësisht edhe një ushqim. Po, përdoret në për gatime të ndryshme, edhe në salata, edhe në salata, në supra, në lakror që ju thatë, e të tjera. Por, mjekimi duhet të zgjatë për një kohë të gjatë, në disa muaj, në këtë formë, dhe nuk është e veçanta e kësaj është që nuk të krijon idenë se ti po kurohesh. Po kurohesh, sepse në fundit është një ushqim. Është një ushqim dhe ti po trajtohesh në një mënyrë. Po ndryshon një dietë ushqimore. Është një diçka që është e provuar shkencërisht dhe ka efekte të tjera. Kjo është një nga përfaqësuesit që rritet edhe në vendin tonë. Është me sezone, kur e ka sezonin hithra? Hithra është pothuajse gjithvjetore, natyrisht në sezonin kori gusht, shtator është sezoni që gjethet bien, sidomos gjethet vyshken, sidomos në zonat ku është thatësirë, por në zonat ku ka lagështi, hithra është një bimë që është me gjethe gjatë gjithë vitit, me preshtim të kohës të dimrit që janë ngricat e tjera. Duhet patur parasysh edhe vendi ku e mbledhim hithrën, për mbeturinat ose për bimë të tjera të dëmshme. Për çdo lloj bime, po mirë është që të mos konsumohet ajo hitër që rritet afër mjediseve shtëpiake, afër rrugëve, afër kanaleve, sepse ajo gjithmonë do marrë atë që toka ka, do marrë atë që uji ka, dhe natyrisht edhe ato mikrobe që janë, dhe ato kalojnë në organizmin e njeriut. Por, me këtë formë, duke e zirë, më njanohet një shumë e madhe e këtyre produkteve. Oke, hithra ishte e para bimë mjekësore, që quhet në gjuhën mjekësore popullore? Urtica dioica ose urtica urens, ajo hithër që rritet në vende më të tata. Oke, të paktën që e kemi dhe në vendin tonë, dhe që mund ta përdorin dhe mund ta kemë parasysh gjithë personat që vuajnë nga romatizma, hithra është mbretëresha e bimëve mjekësore për romatizmën. Kalojmë tek një bimë tjetër që vjen pas hithrës, i kemi renditur sipas rëndësisë ndoshta? Si pas rëndësisë edhe studimeve. Edhe studimeve. Në radhën e bimëve që ju keni, mund të përmendim Harpagophytum procumbens, që është një bimë jo e vendit tonë, rritet në Afrikë, është një bimë jashtëzakonisht e studiuar, që përdoret me një mekanizëm. Kjo është bima, apo jo? Po, kjo është bima. Kjo ekziston në gjendje të thatë që ne mund të gjejmë për shembull të thatë në farmacitë e bimëve mjekësore? Ekziston në gjendje të përpunuar, në ekstrakte ujor, në një raport të caktuar, dhe në përbërje të disa medikamenteve të cilët qarkullojnë edhe në vendin tonë. Duhet të kemi parasysh një gjë që këto medikamente janë medikamente të cilët ende janë, si me thënë, jo plotësisht medikamente, po janë probarna, ose banët të bimore, që quhen edhe shtesat ushqimore. Por, trajtimi i Harpagophytum sot në konsideratat profesionale është një bimë e cila përdoret shumë në specialitete farmaceutike ose vetëm në një dozë deri në 2.1 gram në ditë për trajtimin e romatizmës, sidomos për përmirësimin e kërcit të dëmtuar. Është me forcë se hithra, apo në të njëjtin? Nuk ka studime të tilla që i barazojnë i krahasojnë bimët mjekësore. Të tilla, sepse duhet kuptoni një gjë, nëse një industria farmaceutike mund ta studiojë shumë lehtë një produkt farmaceutik, i cili është një përbërje, bima është një kompleks dhe nuk mund të studiohet e ndarë. Është vërtetuar që lëndët e ndara nga
nga bima veprojnë krejt ndryshe se sa kur janë së bashku me bimën. Kështu që procedura është jashtëzakonisht komplekse dhe jashtëzakonisht e kushtueshme. Për këtë arsye, bimët nuk janë dhe aq të studiuara në krahasim me produktet të kimisë farmaceutike. E kuptoj. Kalojmë tek një bimë tjetër, do t'i themi janë një numër i caktuar i bimëve mjekësore që me profesor Sazani i kemi përzgjedhur dhe që na ndihmojnë për t'ju dhënë këtë informacion. Është bima e radhës. Kjo çfarë emri ka? Kjo është shuferarta, quhet në Shqip. Gjendet në vendin tonë? Po, Solidargo Virargue Aurea. Është një bimë e cila bashkë me dy bimë të tjera që është frashëri, po dhe bimë që rritet në vendin tonë, edhe shelgu, janë në përbërje të një produkti i cili ka një përdorim goxha të gjatë për mjekimin e reumatizmës. Raporti është 3-1-1, në një produkt që qarkullon në vendet e zhvilluara dhe ka një përdorim mjaft të gjerë në mjekimin e reumatizmës, sidomos në moshat e dyta edhe të treta, pasi marrja është shumë komode, efektet anësore janë më pak të dukshme, nuk janë aq të Çfarë efektesh anësore mund të shfaqin këto bimë që u përmendët? Zakonisht bimët që kanë efekt antireumatik në përgjithësi, përveç hitrës. Hitra nuk ka. Hitra nuk e ka dhe kjo është e veçanta që unë nuk e përmenda pak përpara, japin acarimet të sistemit gastrik. Japin acarimet të sistemit gastrik dhe kjo përbën shkaq për ndërprerjen ose refuzimin e mjekimit për kohë gjatë. Në përbërje të këtij bari është edhe frashëri, që është një bimë e zakonshme e vendit tonë, dhe shelgu. Duhet të dimë që, më fali, plepi, populus alba, dhe baza e tyre është salicina. Salicina është përbërje kryesore, që në fundit në organizëm kthehet në acid salicili, dhe efekti i tyre shfaq se bllokojnë ciklooksigenazën në organizëm dhe prostaglandinat. Duke dhënë këtë efekt, ato japin një përmirësim të reumatizmës dhe të treja bashkë janë studiuar dhe evidenca që ka dalë është mjaft premtuese dhe efektive. Bimam që ne po shohim, në mënyra e përdorimit është njësoj si me ithrën, pra do të zjehet dhe do të përdoret me industri si përdoret. Kjo industria farmaceutike ka përgatitur një produkt që unë për të respektuar emisionin nuk kam marrë që të përmend emra, nuk kam marrë që të bëj reklam. Pra janë të përpunuar të sillen në atë formë dhe kanë medikamente që kanë një emër të përveçëm. Edhe ithra, se dua të bëj këtë krahasime. Edhe ithra, po ithra rekomandohet më shumë në formë e thatë ose e freskët. Ky është rekomandimi. Siç e kultivojmë, siç e mbledhim, pra me goditje dhe me prekjen direkt të pjesëve gjymtyrve. Ajo është mjekësi popullore. Sepse ajo është mjekësi popullore, ajo me prekje, ndërsa marrja nga goja është mjekësi e studiuar dhe shkencore. Po këto bimët që ju përmendën, mund të kenë këtë kombinimin me njëra tjetrën? Kanë ndonjë studim të kombinimeve? Kombinimi me njëra tjetër nuk është se është i studiuar dhe për këtë arsye nuk është se është i këshilluar. Nuk mundet që të përdoren ose të rekomandohen që mund të përdoren disa bimë rjesht, sepse gjithmonë kombinimi i disa gjërave nuk është si të ushqimet. Kombinimi i disa bimëve mjekësore nuk mund të japi në të gjitha rastet efekte pozitive. Mund të japi dhe efekte negative ndonjëherë dhe të pakontrolluara. Prandaj mjekët apo farmacistët nuk duhet të rekomandojnë gjëra të cilët nuk ka një evidencë të shkruar, të cilat ata duhet ta ndjekin striktësisht. Zoti Sazan, në respekt të shikuesve tanë, të cilët na kanë dërguar një pyetje për ju, duke qenë se ju përshpjegoni në total bimët mjekësore që
ndihmojnë në parandalimin e dhimbjeve apo lehtësojnë reumatizmën, aq më tepër që ju përmendët faktin që hithra edhe të gjitha bimët e tjera mjekësore që kemi dhe disa tjera për të përmendur, ndikojnë në rritjen e qarkullimit të gjakut, kanë efektin anësor për rritjen e tensionit, pra nëse ato sidomos personat që vojnë nga reumatizma, por që kanë edhe tension të lartë gjaku. Jo, kjo është e veçanta, nëse do t'i trajtojmë, do ta trajtojmë hithën kokë më kokë me barin që përmendëm diklofenakun, i cili me marrjen nga goja në shpesh jep dhe rritje të tensionit të lartë. Meqense ju e barazuat hithën në unë e kanë barazuar studimet. Nëse bëm këtë krahasimin, për shembull, efektet që hithra nuk shfaq efekt hipertensiv në organizmin. Asnjë nga bimët e tjera? Nuk shfaq efekt hipertensiv. Bimët e tjera, nëse shfaqin efekt në stomak apo në sistemin e tretjes, në sistemin e tensionit gjakut nuk kanë ndikim të shprehur. Nuk kanë ndikim të shprehur. Kjo është e veçanta e bimëve. E kuptoj. Ndryshe nga mjekimet e tjera, jo bime popullore, ose mjekimet moderne, nëse i referojmë me këtë term, të cilat mund të japin këtë efekt anësor për personat që vuajnë, japin rritje të tensionit. Kalojmë te disa bimë të tjera, Regje do na ndihmoj dhe me fotot për të parasysh. Këto janë bimë që rriten në vendin tonë? Kjo cila është? Në mos gabojmë. Fraksinus? Kjo është frashëri. Fraksinus exercori keni marrë vetëm atë në pjesë emrin latin të... Frashëri bardhë dhe frashëri zi që rritet në vendin tonë, është bimë mjaft e përhapur, është pjesë e kësaj treshes që përmendëm. Një pjesë të bimë të tjera të cilët, ose një drejtim tjetër, që ju shpesh edhe u kanë vërë që edhe përmendi, domethënë si një lloj mirëqenie të trupit nëpërmjet gatimit, janë edhe vajrat e pangopura, yndyrnat e pangopura, sidomos ato yndyrnat të cilët organizmi nuk është në gjendje t'i prodhojë. T'i prodhojë vetë. Sidomos siç është acidi linoleik dhe acidet të tjera të cilën merren nëpërmjet ushqimeve. Janë kryer studime mbi këto bimë, dhe është par efekti tyre mjaft i shprehur në reumatizmën. Këto janë bimë të cilët sot përdoren, fatkeqësisht në vendin tonë jo dhe aq, qoftë edhe si ushqim. Një nga këto është ribesi që ka hyrë në marketimin ushqimor, por është një bimë që po shohim. Po. Është bimë që mund të kultivohet në vendin tonë, kultivohet fare e thjeshtë dhe mund të përdoret për të dyja qëllimet. Zakonisht janë dhe këto omegat 3, 6, 9, por rekomandimi im dhe rekomandimi shkencor është që mirë është që këto lëndë të merren nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet frutave të freskëta apo të thata, dhe sidomos për meshkujt, pasi është kohët e fundit marrja në formë të tabletave ose të kapsulave tjera krijon probleme të tjera të cilët janë më të rrezikshme për shëndetin se sa vetë ky lloj trajtimi. E kuptoj. Ka disa ushqime që këto persona që vuajnë me reumatizëm, por që kanë ato 4 faktorët që ju përmendët, që kanë më të theksuar, të cilat duhet i shmangin ushqime? Jo, reumatizma nuk lidhet me shmangjen e ndonjë ushqimi, sepse deri më sot nuk ka ka një faktor, mund të ketë një faktor imun, një reakcion autoimun, i cili del reakcioni pastaj reumatizma, por sot nuk akuzohet asnjë ushqim se mund të përkeqësojë ose mund ta krijojë këtë sëmundje. E kuptoj. Sa të orientuar jemi ne, zoti Sezan, tek bimët mjekësore? Sa informacion kemi si shoqëri? Ndërkohë bota po i referohet goxha bimëve mjekësore në shërimin e shumë sëmundjeve. Kanë më tepër njohuri, bëhen më tepër le të themi fushata sensibilizuese, nuk e di. Tek ne kemi këtë lloj informacioni? Jo se nuk mungon informacioni tek ne, por më lejoni t'u shpjegoj, e para tek ne është një defekt i shkollës. Në qoftë se ne kemi universitet që nga vitet 50
të cilën nxjerr Kuadro dhe vazhdojnë të deri më sot, formimi i tyre për sa i përket mjekët pa flas, mjekët edhe sa më përbimet mjekësore është jashtëzakonisht i mangët ose pothuajse inekzistent. Të vetmit ata që bartin dije shkencore, të vetmit ata që janë në gjendje të japin një përgjigje shkencore, janë farmacistët. Problemi tjetër qëndron që nëse bota, sikur ju thatë, ka ecur në këtë fushë dhe ka dalë dhe ofron njerëzve një alternativë tjetër mjekimi, zgjidh e merr, me kë do të mjekohesh, ne kemi jashtëzakonisht të vështirë sepse para jemi një vend i vogël, rregullat kemi jashtëzakonisht strikte para ardhin e këtyre dhe ne me të drejtë i trajtojmë njësoj si banet e tjera, por për mendimin tim duhet ishte gjetur një mënyrë më komode, më e lehtë duke i referuar vendeve që i kanë në përdorim dhe duke i marrë këto barna me një procedurë më të përshpejtuar. Sepse thjesht për nga biznesi, kompanitë që i prodhojnë nuk janë të interesuara të futen në një treg kaq të vogël siç është vendi ynë. Por ama ne jemi njerëz si gjithë të tjerët dhe ka shumë njerëz. Jemi të qasur ndaj shumë sëmundjeve. Jo, nuk është vetëm kjo, po problemi që këtu në vendi ynë ka një traditë të jashtëzakonshme të përdorimit të bimëve. Të bimëve, por edhe të kultivimit të tyre. Kemi shumë bimë që i kultivojnë? Ka plot që kultivojnë për qëllime vetjake apo për qëllime për biznes. Që edhe eksportojmë kam dëgjuar shumë. Po kemi dhe traditën e përdorimit. Nga më të larmishme dhe nga të krahasueshme edhe me të vendeve të mëdha. Çështja qëndron që ky grup që janë medikamentet e industrisë që prodhohen, si këto që kundër unë të thash, e kanë të vështirë të hynë në vendin tonë me rregullat që janë të drejta. Me rregullat që janë të drejta, por tregu për to është jashtëzakonisht i vogël dhe këto kompani nuk janë të interesuara. Është i vogël, por është dhe konkurrues shumë me mjekësinë tjetër, ndoshta edhe jo, nuk është problemi, se është zgjedhja ime, zgjedhja juaj me cilën do të mjekosh, sepse mund të mjekosh zemrën, hipertensionin, diabetin, mund të mjekosh sëmundjet nervore, mund të mjekosh syt, mund të mjekosh edhe kancerin me bimë, natyrisht nuk po bëj hiperbola këtu, por ka mënyra të tilla, apo infeksionet, apo shumë gjëra të tjera. Kështu që këto produkte janë sot në treg, ky treg politet jashtëzakonisht shumë në përbot, por varet nga masia e vendit. Nga bimët mjekësore për ta përmbyllur jemi në fund, çfarë eksportojmë më shumë? Në qoftë se doni dini çfarë eksportojmë si bimë, unë po them që Sherbela është numri 1. Sidomos në tregun amerikan kam dëgjuar që është më. Edhe në nivel botror ne jemi furnizuesit, por fatkeqësisht Sherbela në vitet e fundit ka pësuar një sprapsje sepse ne kemi qenë dhe jemi numri 1 në botë për sherbel negër. Për sherbel e kultivuar ne nuk kemi kërkund dhe sherbel e kultivuar nuk është sherbel që ka ato karakteristikat të cilët ka sherbele egër. Dhe për këtë arsye u mbollën mbi 4.000 hektar dhe industria e refuzoi atë lloj cilësie dhe kjo përbën një problem jashtëzakonisht të madh. Çështja që qëndron ndoshta në këtë kuadrin e këtij moratoriumi të pyjeve e tjera, unë nuk do të thoshja moratorium për bimët mjekësore, por do të thoshja një kujdes të shtuar. Pse jo dhe një të bimëve të cilët janë të egra në natyrë. Areali i Sherbelës është pothuajse gjithë Shqipëria, hiq zonat alpine dhe zonat veri perëndimore, veri lindore, një kujdes më i madh të grumbullohet në kohën e dur dhe jo me qëllimin për të marrë që të marrim sot për sot. Vërtet, të mbrojmë jo vetëm pyet, por edhe bimët mjekësore që janë një pasuri e vlefshme e vendit tonë. Pastaj ka jashtëzakonisht bimë të tjera, të cilët unë sapo thash, edhe ai rushi francez ose ribesi që ka emrin, mund të kultivohet fare mirë në zonat e Korç, Pogradec, Kuksi ka dhënë ka bërë eksperiencë në zonën e Shishtavecit, e ka kultivuar me rezultat jashtëzakonisht mirë, si provë, është një bimë që bëhet, dhe është një ushqim jashtëzakonisht i shëndetshëm, dhe është një trajtim jashtëzakonisht i mirë. Po jo shumë pak e din, nuk ka shumë informacion, dua të them. Ndaj edhe ne do përpiqemi të japim shumë këshilla dhe informacione për shikuesit, edhe përmes jush.
Faleminderit. Faleminderit për sot, faleminderit e ditë të mbarë, zoti Sazan. Sot folëm për bimët mjekësore që do të shërojnë apo do të përandalojnë dhimbjet, do të ndihmojnë, le të themi, reumatizmën, këtë sëmundje që vazhdon të prek të gjitha moshat. Do të flasim nesër për një tjetër temë. Na ndiqni, vazhdoni të qëndroni në News 24, nesër takojmë sërish bashkë.